Ai fundi Berserkut vlla. Po problemi që nuk është fundi. Domethënë Berserku ka majën e vet, e ka që arrin më të ligën. Nuk ka domethënë një. Tek nuk ka, jo, nuk ka rjet valla, nuk ka. Nuk ka ligësi më të madhe se çfarë arrin ajo. Edhe problemi është që pas asaj kulmi që arrin domethënë edhe zgjidhja se çështja që ka vdekur ai krijuesi. Po e ka lënë edhe të gjithë fansat kanë ngelur kështu që ore si do mbaroj kjo gjëja. Po sido që të mbaroj nuk ka arrin dot nuk ka zgjidhje si. Domethënë maja që ka arritur ligësia e asaj mange, e asaj historie, edhe zgjidhja nuk i jep dot drejtësi domethënë. Miqtë e mi, episodi i fundit i Berserkut përmbyllet sezoni i parë. Eklipsi, po. Plaka ai është edhe vjen kështu, është puna se vjen nga hiçja. Po një goditje që vjen kështu nga hiçi domethënë që të ndryshon jetën. Jo, ashtu, shiko, edhe sikur të ta shpjegoj me detaje, prap ta shpjegoj, po nuk ta shpjegoj. Edhe po ta bëra unë spoiler, prap do të pataksi fundit.